Good evening. Mirëmbrëma. I bring you greetings from America. Ju sjell përshëndetjet nga Amerika. And I'm here to tell you that America cares very deeply about what is happening here in Albania, and especially about the elections coming up this Sunday, May 11th. Dhe jam këtu për t'ju thënë se Amerika është shumë interesuar për çfarë po ndodh në Shqipëri dhe konkretisht për zgjedhjet e 11 Maj të dielën. Albania is at a crossroads. Shqipëria ndodhet në një udhkryq. History will write who did what during these elections. Historia do të shkruaj se kush bëri çfarë gjatë këtyre zgjedhjeve. Now, we made a little history in America in November of last year. Maybe you heard something about it. Ne ndryshuam historinë në Amerikë në nëntor të vitit kaluar, mbase keni dëgjuar. The socialists in America used the legal system to try and destroy Donald Trump. Socialistët në Amerikë u përpoqën me anë të sistemit ligjor të shkatërrojnë Donald Trumpin. But Donald Trump and the American people said no and beat them back. Por Donald Trump dhe populli amerikan tha jo dhe imposhti. And now I hear that the socialists here in Albania are trying some of those same tricks. Dhe tani kam dëgjuar si socialistët këtu në Shqipëri po përpiqen të përdorin po të njëjtat marifete. But they won't be successful here. Por nuk do t'ja dalin ban këtu. Dr. Berisha will not stop fighting to take Albania back from the corrupt politicians and the narco-traffickers. Doktor Berisha nuk do të rreshtë së luftuari për ta marrë Shqipërinë nga duart e politikanëve të korruptuar dhe nga narkotrafikantët. Dr. Berisha won't stop fighting to create a prosperous Albania where Albanians can have good jobs and not feel the need to emigrate. Doktor Berisha nuk do të rreshtë së luftuari në mënyrë që Shqipëria të ketë mundësira për punë të mira dhe të rinjtë të mos ju duhet të emigrojnë. Dr. Berisha is on a mission. Doktor Berisha ka ndërmarrë një mision. Now, I've been involved in politics 40 years. Unë kam qenë i përfshirë në politikë për 40 vitesh. I have never seen anybody work as hard as Dr. Professor Berisha. Nuk kam parë askënd të punojë aq fort sa profesor doktor Berisha. But I have an important message for you. Dhe kam një mesazh me rëndësi për ju. Dr. Berisha can't do this alone. Doktor Berisha nuk mund t'ja dali vetëm. Now is the time for all of you to do your part. Tani është rada juaj që të bëni rolin tuaj. Now, when you go vote on May 11th, this coming Sunday, you need to take your family, your friends, your neighbors, everybody you know. Kur të shkoni për të votuar këtë diel me 11 Maj, merrni me vete familjarët, fëmijët, miqtë tuaj, çdo kënd që e njihni. And if you do that, I promise you, fitore, fitore, fitore. Dhe nëse e bëni këtë, ju përfitoni fitore. Faleminderit.